Kryeqyteti pakistanez Islamabad është kthyer në epiqendër diplomatike të krizës SBA-Iran, ndërsa autoritetet vendase po përgatiten për raundin e parë të negociatave direkte mes dy vendeve, të cilat pritet të zhvillohen të shtunën në mëngjes sipas orës lokale. Sipas burimeve diplomatike dhe mediave ndërkombëtare, delegacioni nga Washingtoni dhe Teherani kanë mbërritur tashmë në Pakistan. Shtetet e Bashkuara përfaqësohen nga zëvendës presidenti JD Vance, i shoqëruar nga Jared Kushner dhe i dërguari special Steve Witkoff, ndërsa delegacioni iranian kryesohet nga kryetari i parlamentit Mohammed Bagher Ghailabaf dhe ministri i jashtëm Abbas Araghachi. Ndërmjetës së këtij raundi bisedimesh do të jenë kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë feldmarshalli Asim Munir, të cilët kanë luajtur rolin kyç në sjelljen e palëve në tryezën e negociatave. Reuters e cilëson këtë si një mision në rrezik të lartë diplomatik për Pakistanin, i cili po përpiqet të shmangë përshkallëzime të mëtejshme rajonale. Masat e sigurisë në Islamabad janë jashtëzakonisht të forta. Hoteli ku do të zhvillohen takimet është zbrazur plotësisht nga mysafirë dhe është marrë në kontroll të plot nga autoritetet shtetërore. Rrugët hyrëse drejt zonës janë bllokuar, ndërsa pika kontrolli, barikada dhe patrulla të armatosura janë shtruar në të gjithë qytetin. Në tryezën e negociatave pritet të diskutohen disa nga çështjet më delikate të konfliktit: garantimi i lirisë në undrimin në ngushticën e Hormuzit, ndalimi i sulmeve në Liban si dhe kushtet e Iranit për një marrëveshje të qëndrueshme paqeje. Sipas analizëve, pikërisht Hormuzi mbetet nyja më e vështirë për kompromis për shkak të rëndësisë strategjike dhe ekonomisë globale të kësaj rruge ajrore. Ndërkohë, burimet diplomatike bëjnë me dije se paralelisht po përgatiten edhe kontakte të ndara mes Izraelit dhe Libanit, që mund të zhvillohen në Washington në nivele ambasadorësh si pjesë e përpjekjeve më të gjëra për të frenuar konfliktin rajonal. Megjithatë, pavarësisht optimizmit të kujdesshëm, analistët mbeten skeptik për rezultatet, duke e cilësuar këtë si një nga negociatat jashtëzakonisht të prisht, ku çdo incident në terren mund të rrezikojë menjëherë gjithë procesin diplomatik.